Ndahen Ana dhe Kevini, modelja na prezanton të dashurin e ri. Ana dhe Kevini, një nga çiftet më të komentuar të showbizit shqiptar, kanë tërhequr sërish vëmendjen e publikut me një postim të fundit në rrjetet sociale. Modelja, e njohur nga pjesëmarrja në Big Brother VIP Kosovo, ka publikuar një foto ku shfaqet me një arush pellushi dhe e ka quajtur atë i dashur i ri. Ky postim ka shkaktuar një valë reagimesh dhe komentesh nga ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Ana duket se ka dashur ta ngacmoj pak Kevin, të cilin ajo e përshkruan si një person xheloz. Ky postim vjen pas një periudhe të gjatë ku dyshja ka qenë shumë e ndjekur dhe e përfolur për lidhjen e tyre që vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Modelja, me humorin e saj të njohur, ka shpërndar foton për të krijuar një moment argëtimi dhe për të ndezur biseda rreth marrëdhënies së tyre. Ndërkohë, Kevini ende nuk ka reaguar publikisht ndaj këtij postimi të Anës, por me siguri ai do të ketë diçka për të thënë për arushin e saj. Ky është vetëm një tjetër epizod i ngacmimeve dhe batutave që Ana shpesh shpërndan në rrjetet sociale, duke mbajtur lidhjen e saj me ish konkurrentin e BBVT, Kevin, në vëmendjen e fansave.